tradhtarët e kombit shqiptar, ata që heshtin kur duhet të flasin. Në historinë e çdo kombi ka tradhtar që kanë shitur territore, kanë nënshkruar marrëveshje të turpshme apo kanë hapur dyert e armikut. Por në Shqipëri, tradhtia më e madhe sot nuk vjen më nga firmat në letra sekrete, por nga heshtja publike. Po, tradhtia moderne ka një fytyrë tjetër. Shpesh është e buzëqeshur, e grimuar, e veshur bukur, me kamera përballë, me ndjekës në rrjete sociale, me vota në parlament. Dhe pikërisht për këtë është më e rrezikshme se kur. Kush janë tradhtarët e sotëm të kombit shqiptar? Tradhtarët e Shqipërisë janë çdo figurë publike, qoftë deputet, ministër, influencer, këngëtar, aktor apo modeli Instagramit, që ka një platformë, një mikrofon, një audiencë dhe zgjedh të hesh ku shqiptarët vuajnë. Tradhtar është çdo person që gëzon privilegje nga ky vend, por nuk guxon të ngritë zërin për padrejtësitë që e shkatërrojnë atë. Tradhtar është politikani që ka pushtet dhe nuk e përdor. Ai që ka në dorë ligje, vendime, fonde, përgjegjësi dhe zgjedh të mbyll syt. Tradhtar është ai që sheh korrupsionin, krimin, varfërinë, papunësinë, dhunën ndaj fëmijëve, gjenocidet e së shkuarës dhe padrejtësitë e sotme, dhe nuk bën asgjë. Ai që hesht për të ruajtur karrigen, ai që zgjedh partinë para popullit, ai që shet të vërtetën për një tender, një post, një dorë çokash. Tradhtar është artisti që flet për gjithçka, përveç të vërtetave të kombit të tij. Ai që bën video për veshje, grim dhe koncerte, por nuk ka një fjalë për gjenocidin ndaj shqiptarëve në histori. Asnjë fjalë për të zhdukurit e Kosovës. Asnjë fjalë për diskriminimin ndaj shqiptarëve në rajon. Asnjë fjalë për dhimbjen e njerëzve që jetojnë me minimumin social. Asnjë fjalë për rinia që ikën çdo ditë. Një komb që artistët e tij heshtin, është një komb i gjymtuar, sepse arti është zëri i shpirtit të popullit, dhe kur artistët heshtin, shpirtit i vendoset shirit në gojë. Tradhtar është influenceri me 200.000 ndjekës që e përdor platformën vetëm për reklama. Ai që ka 10 mira sy çdo ditë në profilin e tij, por nuk ka kuraj të denoncojë padrejtësitë që i sheh edhe një fëmijë. Ai që kapet pas neutralitetit kur populli i tij digjet. Ai që flet vetëm për çfarë është trend, jo për çfarë ka rëndësi. Neutraliteti përballë padrejtësisë nuk është neutralitet, është tradhti. Tradhtar është çdo figurë publike që nuk bëhet zëri i shqiptarëve. Tradhtar është ai që fshihet kur duhet të flasë. Tradhtar është ai që sheh dhunën ndaj fëmijëve dhe ngres supet. Tradhtar është ai që sheh gjenocide historike kundër shqiptarëve dhe thotë: "S'dua të përfshihem." Tradhtar është ai që ka platformë, por jo shpirt, sepse një popull nuk shkatërohet vetëm nga armiqt. Një popull shkatërohet nga elitës së tij që hesht. Tradhtia nuk është më akti një qasti. Tradhtia është kulturë. Tradhtia është një klasë e tërë njerëzish që zgjedhin vetëm para kombit, por të vërtetat duhen thënë me zë të lartë. Një komb pa zë është një komb pa mbrojtje. Dhe shqiptarët sot janë të pambrojtur, jo nga të huajt, por nga heshtja e të vetëve. Nëse figura publike nuk flasin, duhet i zëvendësojmë. Nëse politikanët nuk veprojnë, duhet i rrëzojmë. Nëse artistët nuk ngrihen, duhet i turpërojmë, sepse kombi nuk mbahet me heshtje. Kombi mbahet me zë, dhe zëri është detyrë. Zëri është adhe. Zëri është identitet. Heshtja është tradhti, dhe tradhtarët i kemi mes nesh, me tituj, me ndjekës, me kamera. Dhe pikërisht për këtë, koha për t'i përballur ka ardhur. Jo nesër, sot.